Dashur miq, jemi sërish me podcastin e Qendresës. Këtë herë kam të ftuar një profesionist të pyetjeve, po përgjithsisht ata bëjnë pyetje, ndërsa në këtë podcast në fakt është e kundërta, do t'i përgjigjem pyetjeve. Unë kam të ftuar gazetarin Klevin Muka, Klevis ma bëre këtë nën në fund. Gjithmonë me atë Klevi. S'ka gjë Klevi. Edhe pastaj kur më shtove këtë nën në fund ma përkeqësove në çik situatën. Klevin, unë falenderoj që je në podcastin e Qendresës. Ne bashkë do bëjmë një bisedë qoftë të kontekstit, qoftë të sfidave të profesionit, po edhe sfidave shoqërore që kryesisht të rinjt kanë, po jo vetëm të rinjt, se tashmë ne konsiderohemi qytetar të rritur, megjithëse na ka mbetur që i ri po prit. E duam vetëm të ri. Kështu që faleminderit që je pjesë e këtij komunikimi. Faleminderit ty, shumë kënaqësi herë e parë në fakt që un marr pjesë në një podcast, edhe jo si intervistues, po si intervistuar, dhe ky mikrofoni që nga pak i sikletshëm kështu. Vërtet? Pa kur e thua ti është i sikletshëm, imagjino sa pesh ka. Sinqerisht, domethënë, dhe tani e mendoj që kur i drejton tjetrit mikrofonin që ja çon kështu je përgjigje, duhet të jesh më i kujdesshëm në atë çfarë pyet. Mendoj që gazetarët duhet të vinë edhe në këtë rol për ta kuptuar patjetër. Peshën e asaj që drejtojnë. Domethënë kjo është edhe ndërgjegje personale, që ka njerëz që ndoshta s'u bën përshtypje fare që çfarë pyesin, çfarë bëjnë, çfarë, domethënë thjesht është një punë për të bërë dhe kaq, po. Kur je më i ndërgjegjshëm, që pretendoj unë se jam, është përgjegjësi. Domethënë duhet të jesh shumë i kujdesshëm në pyetjet që bën. Po kjo që nga interesante. A ke treguar kujdesi gjatë karrierës tënde në pyetjet që bën? Shumë. Domethënë në marrëdhënie me njerëzit, me qytetarët, po. Shumë i kujdesshëm. Po pse e bëre këtë parantezën në marrëdhënie me njerëzit? Po me qytetarët thjesht se nuk është se kanë detyrim që do të përgjigjen para punës. Dhe nuk është se ti çfarë do sprovosh te qytetari, çfarë do të vërtetosh, çfarë do të nxjerrësh nga qytetari. Ai është qytetar i lirë, ka drejtën e tij të lirë që të ekzistojë, të ushtrojë të drejtat e tij kushtetuese, kështu që ti, domthonë, më duket kush ka dëshirë të flasë, okay, nuk mund të detyrosh tjetrin, kur s'ka asnjë përgjegjësi ligjore, domthonë administron diçka shtetërore apo në karrierën tënde. Ne kam gjetë një shumë siklet, sinqerisht, domthonë që të bëj pyetje të gacmoj njerëzit e thjeshtë etj, nuk. Po në karrierën tënde të deri më tanishme, ti ke pyetur më shumë njerëz qytetar apo politikan? Unë kam pasur një eksperiencë si gazetar sociale fillimisht dhe duke numëruar dhe njerëzit që ti merr edhe për Vox Pop dhe për pyetje ndryshme apo ekspert që unë marr për ditë në studio, më shumë qytetar, më shumë jo politikan, jo të angazhuar. Si ndihesh, domethënë ku je ndier më komod në le të themi në këtë komunikimin me qytetarët apo në komunikimin me këta elefantët e mëdhenj të Republikës që janë politikanët? Tani, ta thash që me qytetarët je më i përgjegjshëm, po më interesante, më që të sfidon, është me politikanët, patjetër. Po çfarë standardi përdor për politikanët? Standardi, domethënë shiko se ne i gabojmë ca gjëra dhe unë ndoshta nuk jam dakord edhe parimisht me mënyrën e sjelljes ndaj gazetarit apo edhe ndaj qytetarit. Pra, llogaridhënia, unë mund të kërkoj llogari ty, jo si Klevi, jo si individ, po si një përfaqësues i qytetarëve që unë pretendoj se jam. Pra, kur je në postin e parlamentarit ose një funksionarit të administratës. Pra, unë nuk jam zëri im personal që duhet të gacmoj ty, as më intereson fare, domethënë nuk kam fare lidhje emocionale me njerëzit për shkak të funksionit tyre politik. Më kupton? Ti duhet të më përgjigjesh mua zotëri, sepse nuk më përgjigjesh mua si individ, po i përgjigjesh të gjithë atyre që unë përfaqësoj. Pra, unë bëj pyetje dhe gjithmonë jam përpjekur që të bëj pyetjet e qytetarëve. Më kupton? Domethënë si përfaqësues i tyre. Ky është roli që unë e shoh gazetarin. Pra, ti je zëri i një grupi, interesash tjerë, po në rastin konkret interesash qytetare, interesash sociale. Dhe në këtë rast, llogaridhënia është unë të kërkoj llogari ty dhe jo ti llogari mua. Pra, kjo switchi, ky ndryshimi i roleve që shpeshherë bëhet që ose mungesa e përgjigjes ose kjo arroganca, unë sinqerisht nuk i duroj dot, domethënë, kjo më duket absurdi më i madh dhe kjo më nxjerr nga tipi im i përditshëm apo Po mirë, ti e bën shumë mirë këtë komunikimin me qytetarët dhe e bën çdo mëngjes. Po. Mirë, po kam përshtypjen që në publik ti i famshëm për dy pyetje. Po. Një për
le të themi ministrin e drejtësisë, duke ja drejtuar dhe kryeministrit Rama, gjithashtu edhe Olta Xhaçkës. Po. Tani duke më thënë që ti e ke bezditi jesh arrogant, në fakt kryeministri të ka thënë që ajo që ti bëre ishte një arrogancë jashtëzakonshme dhe mungesë etike. Nuk mund të ketë arrogancë të gazetarit në këtë rast, sepse në fundit unë nuk kam pasur ndonjëherë post po unë në familja ime nuk kam ndonjë njerëz që të ketë punuar ndonjëherë në administratë shtetërore, sinqerisht. Me kjo është arsyeja pse s'patë frikë të bëje pyetje. Po, s'kam, unë jam qytetar, domethënë sido që të ndodh, domethënë unë në një punë tjetër ose diçka tjetër do të mund ta bëj. Nuk kem, shiko, është një gjë që është më e thellë, që unë nuk mendoj që njeriu përfaqësohet nga puna që bën, apo unë jam Klevi Mugaspari, pastaj jam gazetar, pastaj jam moderator, pastaj jam gjithë tjerat. Kështu që unë fillimisht jam individ dhe mbroj interesin tim si individ, pra moralin tim si individ. Më pas mbroj dhe interesat si gazetar etj. Pra në këto kushte, unë mbetem Klevi, edhe nëse nesër nuk jam gazetar i filan televizioni, filan vendi etj. Unë mbetem dhe dua të tregoj vendin, dua të zë vendin tim si individ, si qytetar i ndërgjegjshëm fillimisht, pastaj si gazetar. Pra, në këtë rast, nuk është se ka gjë për të patur frikë, në fundit unë do të gjej diçka tjetër për të bërë, nuk është fundi botës edhe nëse nuk jam gazetar, edhe një batutë që e përdor shpesh me miqtë e mi që edhe të vjelësh ullin se s'do ta bëj banale, po në kallpaq, se si shprehje, që të shkosh në kallpaq, të mbledhësh ullin, në fundit do e bësh, se si e mjast pa aft fizikisht shqyr Zotit, njeriu e gjen një mundësi për të bërë diçka tjetër. Pra, nuk duhet të lidhemi dhe këtë e kam si parim edhe i paragjykojnë fakt njerëzit që lidhen shumë me punët që bëjnë, apo me profesionin që kanë, që përfaqësohen jo si individ, po si gazetar për shumë. Unë jam filani i kësaj redaksie ose i kësaj gjëje. Së pari duhet krijosh identitetin personal, pastaj identitetin tënd profesional. Kështu që ti je Mirgeni një herë, pastaj je Mirgeni Qëndresës. Dhe ti duhet qëndrosh Mirgeni edhe pa pasur Qëndresën, sepse ti do jetosh si njeri, si individ, dhe nëse ti krijon një, ndoshta i ke krijuar vendin tënd në shoqëri, ke krijuar vendin tënd në shoqëri si individ dhe je një qytetar i ndërgjegjshëm, atëherë çfarë si ka se je i Qëndresës, je i tjetër kujt. Po megjithatë në çdo punë është këndvështrim pak më i thellë imi personal që ndoshta jo, unë jam dakord me këtë dhe kjo është e drejtë. Dhe shumë le të themi individ mund të shesin edhe parime shumë më të larta të jetës së tyre për shkak të kalcifikimit ose mbajtjes së profesionit përtej asaj që ata besojnë edhe le të themi përfaqësojnë. Mirë, po edhe aty në kallpaq kur t'i japin ullin ti do ta bësh mirë, më kupton? Se ti nuk mund të rish poshtë edhe të presësh ullirin të bjerë. Jo. Që do të thotë, ka një përgjegjësi çfarëdo lloj pune që ti bën kur ti vendos ta bësh. Në këtë rast, jo, e kisha më shumë që njeriu nuk duhet lidhet ai shumë me atë që bën me profesionin që bën, ose nesër pas nesër, larg qoftë, domethënë unë nuk e mendoj veten që të jemi lidhur me një punë gjithë jetën apo me një vend gjithë jetën, kështu që je bërë antisistem do. Më tani i fton njerëzit të pushojnë, mos punojnë. Jo, absolutisht jo. Punat mbajnë gjallë. Në kuptimin njeriu patjetër që nuk jam nihilist. E humanes. Jo, nuk jam nihilist, kështu që po mirë. Thjesht domethënë kam që njeriu duhet të jetë më shumë i fokusuar te vetja. Unë nuk e kisha planifikuar të hyja këtu, po më që nisim me le të themi me gazetarin dhe gazetarin, edhe solla dy ngjarje le të themi të hershme që ti mund të kesh pasur mundësi edhe ti kesh le të themi elaboruar ose sqaruar për publikun gjithë prapa skenat ose skenat që kanë ndodhur. Megjithatë mas kësaj kohe, ti ke reflektuar nëse ke bërë gabim në ato dy pyetjet e famshme të tua? Jo, unë kam qenë ndërgjegjshëm edhe atëherë edhe sot, në perceptimin tim personal. Mendon që ato janë pyetjet që duhet i bëhen kryeministrit? Mund të ketë interpretime të ndryshme, që unë jam i hapur për çdo kënd, njeriu ka perspektiva ndryshme në bazë të eksperiencës. Pra, ne si njerëz jemi shumatore eksperjencash, ëh. Kështu që një njeri tjetër me një jetë tjetër që ka pasur eksperjenca të tjera në jetë, e shes si pyetje të gabuar. Do doje që kolegët e tu të bënin të njëjtat pyetje? Unë personalisht e shoh jam i ndërgjegjshëm dhe jam i qartë me veten time që kam bërë pyetjet e dur në mendimin tim. Kështu që jam i hapur edhe për kritika dhe për çdo gjë tjetër, për çon si ka kur unë ndjej
që e kam bërë mirë vetë, kjo ka rëndësi që mua më zgju mirë hat, domethënë në Këta e darkë. kuptoj unë. Po. Këta e kuptoj dhe e di. Problemi është tek pyetja, a do doje që edhe kolegët e tjerë të bënin të njëjtat pyetje ndaj drejtuesve politik në vend? Të thash, njeriu është shumator eksperjencash. Kështu që nëse ata nuk e shohin tani kush jam unë që ti imponoj ato që shiko duhet bëni të njëjtën pyetje. Tani dëshira ime e madhe do ishte që ne të kishim një kërkesë llogarie më të madhe. Pra, jo vetëm në gazetari, po në çdo lloj gjëje, domethënë njerëzit apo intelektualës, unë se konsideroj veten intelektual, se është një shprehje shumë e bukur që intelektual nuk është ai që ka kryer një shkollë, se sot ne kemi inflacion diplomash edhe shkollash edhe sidomos jam në vendin e dur këtu për ta thënë. Sidomos po mbarove. Po. Në këto shkolla. Intelektual është ai që është i gatshëm të marrë kosto personale për të thënë atë që është e drejtë për një shoqëri. I more këto kosto ti? Kosto personale, po, more. Thash, jo vetëm intelektuali akademiku, filozofi, edhe gazetari, çdo njeri në punën e tij, pra përgjegjësia fillon gjithnjë nga vetja. Nga se friksohet gazetari kur i bën pyetje fjala vjen kryeministit? Në atë përvojën tënde që ti ke parë ose pa specifikuar raste konkrete, po kolegët ose nga perspektivi nga kolegët ose nga perspektivi jot. Një gazetar kur shkon përballë kryeministrit, a ka frikra me vete? Patjetër që ke frikra me vete. Unë të jemi të sinqert tash, tani këtu ne jemi në një, domethënë mendoj që autocensura është më e madhe se censura. Dhe në një farë mënyre unë personalisht për shembull, nëse mund të kem ndonjë merak për atë që kam bërë, është që shembulli që u dha mbrapa. Pra, nëse unë mora kosto personale si i shërben kolegëve. Nesër kolegët ndoshta janë më të privuar për të bërë personalisht për të bërë një pyetje sepse thonë shiko si ndodhi Klevit apo Filanit e tjetrit. Pra, doja që të shërbente si një shembull pozitiv edhe për të tjerët. Po në kushtet që ne i kemi tashmë edhe precedentët, si kanë ndodhur, çfarë kanë ndodhur, padyshim që është më i censuruar, më i autocensuruar, më i vetë censuruar. Mbase për t'i dhënë fund të kapitullit me pyetje nga le të themi pse Jo, kapitulli pyetjeve për kemi 3 orë, çe. Po 3 orë jo, po mbase 2 orë gjysmë. Kolegët këtu gazetarë, ose gazetari në vendin tonë, ka një pozitë të mirë në kuptimin e mbrojtjes ligjore dhe punës së tij në kuptimin e mbase kjo mund të mos jetë edhe në vende të tjera të botës, ne kemi parë që gazetari ndonjëherë ndodhet në frontin e parë të rrezikut, por në Shqipëri si është situata në krahasim me kolegët tuaj jashtë territorit të Shqipërisë? Mbrojtje ligjore. Tani, përsa kohë ne nuk kemi organizime sindikale, mbrojtja ligjore është individuale, ti sidoqoftë do përballesh si individ. Individuar për një kokë, pa nuk e komunitet. Ti do përballesh si individ, pavarësisht se komunitet. Ne jemi komunitet, duhet të sensibilizohemi më shumë, po thash që kjo autocensura pastaj ndikon që secili të veprojnë në mënyrë individuale. Më kupton? Kur nuk ke ndërgjegjësim dhe solidaritet me tjetrin, gjithkush pastaj merret në punë vetë, ti nuk e grup, nuk e frym, nuk e komunitet. Kjo është e ngjashme me pothuajse të gjitha komunitetet. Në çdo dhe besoj që edhe në gazetarimin në njëjtat kushte. Besoj që roli i gazetarit është zbehur me kalimin e kohës edhe vitet e fundit, duke qenë se ka inflacion gazetarësh, po edhe kjo mund të jetë që ka inflacion gazetarësh. Përdorimi i mikrofonit nga çdo kush në çdo lloj mënyre pa pasur një lloj ndërgjegje apo një lloj kujdesi, tjetri pastaj fillon edhe të identifikon me rastin që bëhet viral, pa e ditur që shko, zotëri, se ne s'bëjmë të shkosh tjetrit edhe ai që nuk e ka iden fare, ose që ka një qëllim tjetër në të bërit ato pyetje, do të bëhet viral e tjerë ngacmuese tutje, po prisë të identifikon dhe ty tjetëri, ja kupton? Në këtë lloj mënyre. Kam një kuriozitet të madh. Kur qytetarët kanë një problem, duke ditur presionin e madh që ushtron media, i drejtojnë medias. Pra, nëse në një fabrik nuk marrin rrogat qytetarët, shkon media dhe e ngre këtë. Nëse unë në universitet kap korrupsion dhe të thras ty dhe unë publikoj dhe i shtroj presion qeverisësve. Por çdo njeri në këtë shoqëri
domethënë porta le të themi e lartë është media ku ti mundet që të vesh me shpatulla pas murit këdo se të ushtrosh impresion të shtuar. Tani miraku im është kur gazetari ka hall. E kuptova pyetjen. Kujt i bie në telefon? Tani, prandaj them që roli është zbeur, roli i gazetarit, e mos pasja e një komuniteti të mirëfillt, domethënë që solidarizohet me njëri tjetrin, kjo ndikon negativisht edhe për hallet dhe problemet e gazetarëve. Edhe kjo është parë rëndom vitet e fundit, që nga problemet me pagat, domethënë me lloj edhe me sulmet fizike që janë bërë gazetarëve, nuk i bën më njeriu përshtypje, më kupton, relativizohet çdo gjë sepse individualisht çfarë do bësh? Ti je më i miri ti je, nuk merresh dot kundra gjithë botës, më kupton? Kështu që patjetër që do mbështetje dhe suport nga njëri tjetri. Kështu që në këtë aspekt duhet bërë më shumë, prandaj them, edhe roli i zbeuri gazetarit është edhe diçka tjetër. Pra kjo përballje që ti thua. Në kushtet që jemi ne aktualisht, institucionet e kanë, domethënë edhe sulmi besoj që ka ardhur si një sulm i mirëfillt nga kjo qeveri ndaj gazetarëve, që me identifikimin si Kazan etj. Kjo ka ndikuar shumë në zbejjen e rolit gazetarit. Edhe sot, për shembull, kjo është bërë doktrinë dhe është indoktrinuar te qytetarët. Edhe të identifikojnë jo këta janë Kazane, këta janë kështu e këta janë ashtu. Dhe në fundit, kur ti kërkon llogari për atë qytetar, për atë zotëri, ose zonjë, çfarë do qoftë, dhe ti shkon në një institucion ai s'ti përgjigjesh, çfarë aq më bën, a kupton se ndikon edhe te roli që ne kemi te perceptimi që ne kemi te qytetarët. Nëse ne kemi një perceptim të dobët ose mos them negativ te qytetari, në fundit ne këtë punë bëjmë, watchdog është, mbikëqyrës është gazetari, çfarë do bëj, është ligjvënës. Dhe në këto kushte kur ti nesër pas nesër kërkon llogaritë e tjetrit te institucioni nuk të kanë përgjigje fare. Po ka mbetur, ke ardhur në një farë derexheje që ti s'ke çaj bën më. S'ke çaj bën më se ti këtu s'ke më ndërgjegje që kush do reagoj më. Domethënë është efekt zinxhir, më kupton? Edhe patjetër që nuk e ka fajin qytetari në këtë rast, është së pari te ne fillimisht çdo gjë fillon nga vetja, nga ne si gazetare, pastaj te çevetet te qytetari. Pra në këtë aspekt them që është zbeur dhe zbeja e rolit gazetarit është zinxhir dhe është në dëm të demokracisë gjithnjë. Më kupton? Po patë një demokraci të pambikëqyrur, je këtu ku je. Tani, me që më dole tek mbikëqyrja, sapo kemi dalë nga zgjedhjet. Tani nuk se u shpreh gabim, se ne mendojmë se kemi dalë nga zgjedhjet, po zgjedhjet s'kan mbaruar akoma si proces, sepse ka filluar rinumërimi dhe ka nisur zgjedhjet nga dhjetori me votën e diasporës, votuam në maj, tani dhe duhet edhe javë që të certifikohet rezultati. Nëse i dilet. Por rezultati është i kuptueshëm. Qeveria Rama për të katërtën herë ja del të marr le të themi mandatin e tij edhe unë do doja ta si e ke përcjell këtë informacion? Si e ke përcjell si lajm mirë, pastaj shiko, unë jam domethënë gjithmonë në punë jam përpjekur që të jem pa ndikuar emocionalisht. Fare, domethënë siç e thash, Klevi është një gjë. Se po më duket sigurisht kështu, e ke parasysh një enë transparente ku vetëm përcjell, e ke parasysh. Po, absolutisht, këtë jam përpjekur të bëj. Një urë përcjellse. Këtë jam përpjekur të bëj tani, sa kam dalë, nuk e di, po gjithmonë jam përpjekur që emocionalisht, pak në ekran, absolutisht që jam përpjekur maksimalisht dhe besoj që nuk arrin dot kush që të krijojë një identitet timin apo të krijojë një perceptim për mua politik që çfarë bindje kam, absolutisht dhe mua kur marrin telefon mëngjes për mëngjes, herë më akuzojnë që je me PS-n, rrallë më akuzojnë që je me PD-n, kështu që nuk besoj që në këtë aspekt kam qenë shumë korrekt për të mos u ndikuar emocionalisht në profesion. Ndoshta mund të ketë një lloj ide që mund të krijohet nga Facebooku ose rrjetet e mia sociale që unë kam deklaruar që nuk lidhen me qëndrimet redaksionale të News 24-s për shembull, ose të vendeve tjera të punës ku kam punuar më para. Kështu që në këtë aspekt e kam përcjell si gazetar, e kam përcjell normalisht, pas një lloj ndikimi, pas një lloj emocioni. Po mirë si qytetar, si votues. Si qytetar, tani çdo pushtet që rri gjatë, domethënë
forcon anën e tij negative. Shkojmë aq më shumë të rinj një pushtet, aq më shumë shkojmë drejt autokracisë. Kështu që besoj që jo domosdoshmërisht rotacioni, por në këto zgjedhje ne se nuk është në këto zgjedhje të paktën nuk mund të thuash që jo po s'ka alternativa që do votojmë. Ke 11 subjekte në këto zgjedhje. 2 hiç PS-n po don që ke subjekte që ke 35 vjet. Tani 9 të tjerët ke mundësi plot, a kupton? Ke diversitet. Ç'a ndodhi? Shiko, nëse e ke pasur mundësin ta bësh të analizë me veten, se ndonjëherë me veten e kam bërë, po se di sa mund ta them, domethënë ç'a mendoj unë konkretisht. Po unë atë dua. Se e thash që jam përpjekur që të jem korrekt nga ana emocionale, që mos përfshihem, mos t'jap qëndrime të mia personale, më kupton? Në fundit kush jam unë që të dal në qëndrime. Po mirë, ti përfaqëson qëndrimin tënd, kështu që nuk është se cënon njeri nuk është se po imponohesh dikujt që të mendoj si ty. Tani çfarë ndodhi? Po përpiqem të gjej një mënyrë të moderuar për t'i thënë gjëra. Nëse moderoj. Shiko, pushteti, si e thot Andreoti, që pushteti do psojnë gjithnjë vetëm ato që se ka. Kështu që duke qenë ne kemi prej vitesh tashmë që prej vitit 2019 me lënien e mandateve edhe mospërfshirjen në zgjedhjet lokale të opozitës, ne kemi një përqendrim pushteti shumë të madh në duart e Partisë Socialiste. Në këto kushte ti kur në Shqipëri, domethënë mua më duket e kot që të pretendosh që votohet për frymë apo për idealizëm. Për frymë e për idealizëm votojnë një 10%. Mund të jetë votuar në 90%. Po në 90%, po sot më duket shumë e vështirë në kushtet ku të gjithë ne na ka mbetur edhe trashëgimia e sistemit komunist. Të gjithë duan një punë shtet, që të plagen aty, të rinë s'ka dal pension. Punoj aty, jam rehat, e kupton? Dhe në këto kushte njerëzit janë konformistë, kanë vështirë që të ndryshojnë qëndrime, e kupton? Edhe ndryshojnë bindje ose të kërkojnë të reflektojnë për demokraci më të mirë etj. Këta duan që këta se më duket pak pejorative kjo. Përgjithsisht, në perceptimin tim, mendoj që duan që të kenë një punë të sigurt dhe janë konformistë me çdo pushtet. Pra, nuk vjen dot ndryshimi nga administrata. Po në kushtet ku ti ke një administratë të shtuar vitet e fundit, pavarësisht se ke një paksim të numrit qytetarëve, edhe me censin e 2024 se me dhënat e fundit të 2025-s, ke një rënje të popullsisë me 100.000 banor nga 2023 censi i qershorit, edhe sot në janar, domethënë me të dhënat e janarit 2025. Kështu që në këtë aspekt më duket e vështirë, pra ti ke çdo lloj pushteti. Si mund të pretendoj dikush tjetër që janë disa element, disa faktorë. Po përpiqem të jem më i saktë tani se vetëm më i qartë. Tani, ti ke pushtetin ekonomik, besoj, që është më i rëndësishëm, dhe pushteti kriminal. Në kushtet kur ti nuk ke një biznesmen, më thuaj ti mua një biznesmen fuqishëm shqiptar ose edhe këta oligarkët që qarkullojnë nga PD-ja në PS edhe janë fuqizuar shumë kushtet aktuale me PS-n. Më thuaj një që dëshiron ndrohet pushteti. Nga këta 10 oligarkë që marrim ne se kemi. Asnjë. Po pushteti ekonomik është primari, besoj unë. Nëse s'ka ideologji, thuaj, nëse s'ka frym ekonomik. Po le të ketë më frym, 10% dikojnë në frymë, është interesi i parë, është dhe unë besoj personalisht që ne si shqiptarë jemi shumë klientelistë. Besoj unë, domethënë qofsha i gabuar. Dhe nuk të voton, domethënë të radhë janë ata që nuk janë të lidhur, pse detyrimisht je i lidhur ti me një pushtet me çdo lloj përplasje që ti do bësh në administrat, nëse ke një njohje, një tutje, një tu, mbaron punën. Kështu që në këto kushte, domethënë kjo është primarja, pushteti ekonomik, interesi personal ekonomik. Për sa kohë këta biznesmen, ti nuk ke një biznesmen që të kërkojë që ndrohet pushteti, siç kemi në Kosovë, domethënë qoftë i mirë i keq ai oligarku atje në Kosovë, të paktën ke një njerëz që do ta ndrojë. Dhe një njerëz që ka me mirave të tjerë mbrapa, më kupton? Ktu kush do ta ndrojë? Që prodhon përplasje dhe nga përplasja prodhohet transparencë, debat, çdo gjë. Kështu që duke nisur që nga këtu, ke një pushtet ekonomik ti që do të ndrojë pushtetin? Jo. Nuk ke. E para punës. E dyta është pushteti kriminal. Sinqerisht të them ka pushtet kriminal në Shqipëri. Absolutisht. Dhe unë thjesht nuk ndaj dot që si ndahet që pushteti kriminal funksionon edhe i shërben pushtetit
qendror apo e anasjellta, më kupton? Dhe kjo më duket e vështirë për të ndarë. Pushtet kriminal, ti banda që kërkojnë që të ndrohet pushteti, ti nuk ke më. Banda të fuqishme them, banda që qarkullojnë paraje, që bëjnë se s'duhet mohuar tani banda. Po mi përgjithsisht bandat nuk kërkojnë të ndrohet pushteti, përgjithsisht bandat Po mundohen të kapin ku pushtetin. gjejnë hapësira, ku gjejnë hapësira. Dhe në kushtet që ti nuk ke një band të opozitës, zotëri, sinqerisht e kam, sinqerisht. Domthon absolutisht është absurde ta thuash, po nëse do të flasim në mënyrë pragmatike dhe unë dola pas gjysmë ore dola në temë. Tani nuk ke një domethënë pavarësisht si kanë lëvizur për shkak të interesit këto bandat kriminale që dikur mund të kenë qenë me po sot nuk ke një njerëz që do të vi opozita ose një parti e re. Po kjo është fantastike se domethënë ne pavarësisht se jemi të kapur nga një pushtet që mund të ketë kapur band, do thotë që opozitën e kemi të për pa kapur nga bandat, që do thotë ka një shpresë dhe një element pozitiv. Për sinqerisht, nuk marr këtë sta marr përsipër fare ta komentoj. Domethënë jo nga që më thes më ka ngel opozita pa. Jo opozita, domethënë opozita në tërësi, jo vetëm PD-ja, më kupton? Kur ti nuk ke një njeri o zotëri që do që ndryshoj pushteti për shkak një faktor ekonomik një faktor ekonomik, një faktor kriminal, po kush do e bëj, si do e bësh ti? Kur po them që votojnë në mënyrë klienteliste, tani kush do e bëj? Pjesa tjetër 10% është që voton për frym. 10% i pam votuan për partitë e reja, ç'a bën ose edhe për opozitën për rotacion. Po mi si motivohesh ti jetosh ti në një vend si ky? Si motivohem mund të jetoj në një vend si ky? Se qytetarët nuk e ndryshojnë. Fluks ekonomik nuk ka, kriminalizimi i vendit i intereson statu quo-ja, po një profesionist i ri edhe një familje re si e jotja, si e motivon veten për ta... Po do përshtatesh. Çfarë do dalësh kontra botës? Këtë jemi bërë, të gjithë jemi bërë kameleon. Se tani ne themi që jo, po domthon ti denoncon për ditë gjëra, probleme, tutje tu, po kur je pakic, sa ti është një luftë që e ke të humbur pa e nisur, domethënë e thot ai po më këtë Sun Tzuja e ligjet e luftës, ç'a bën? Thotë që çdo nuk mund të nisësh një betejë kur ti e di që nuk ke forca për të përballuar. Domethënë ky është ligj lufte, ky është praktik ndërkombëtare që është bërë në shekullin e 15, më kupton? A më herët kur e ka bërë. Tani ç'a të përpiqesh kot. Domethënë mua më duket absurde kjo pjesë që marrin njerëz në telefon ose pyesin ose kanë probleme më shkruajnë privatësisht. Kam këtë, kam atë, kam këtë, kam atë, 100 gjëra që sinqerisht janë problematika që ke të bësh drejt për drejt, po është pushteti qendror e vendor s'pari më. Ai e ke zgjedhur tani. Unë ç'a të bëjmë tani? Kur e ke zgjedhur ti? Jo se do vinte një parti tjetër pushtet edhe do ishte më ndryshe, më kupton? Ose unë mund të bëja diçka. Absolutisht jo. Por duke pasur një rotacion, ti ndryshon edhe frymën, më ndryshon edhe njerëzit, ndryshon edhe pak. Rotacion jo vetëm PSPD. E kuptoj. Me bazë të gjerë, opozit me bazë të gjerë, e kupton. Çfarë do lloj gjëje? Po kështu ti tani ti me ata do përballesh prap, se ti i ke votuar tani çfarë mund të bëjmë? Më kupton? Dhe kjo më duket pak absurde. Po ja ta them unë çfarë mund të bëj. Shikoj, te ky censusi 10 vjeçar, 400.000 shqiptar kanë ikur nga Shqipëria. Po. Edhe këtë e ke llogaritur? E kam llogaritur, është një dualizëm i përditshëm që a duhet largohesh apo jo. Po në kushtet që unë mendoj që jam investuar në një punë këtu, edhe kam një investuar në një profesion që kam 10 vite që e bëj, 8 vite, 9 vite sa kam. Mund të mbledhësh ullin në një vend tjetër. Me atë ajo është për batut, po. Se bëra. Po më duket gabim që të dorëzohesh, më kupton? Unë do bëj punën time. Do vazhdoj të bëj punën time. Nëse është në një moment që pra dhe ti se unë këtu doja të është e pamundur, edhe pse ti mendon që edhe pse ti tenton ta mbash veten të ftohtë, domethënë pa ndikuar emocionalisht, gjithsesi ti e ke një mision le të themi me një sens përgjegjësie për ndryshimin edhe të realitetit të vendit. Tani problemi më i madh këtu dhe ne është domosdoshmë siguria. Siguria në kuptimin që ti do përballesh patjetër që në një moment tjetër do përballesh, do kesh një problem, domethënë qoftë me individ, qoftë me një
palë juridike, çdo gjë tjetër. Mendoj që këtu shqetësimi më i madh është siguria në kuptimin edhe juridik. Dhe kjo më tremb mua realisht. Kjo më shqetëson vërtet, se ta thash që për sa i përket punës e çdo lloj gjëje tjetër, besoj që njeriu mund t'ia dalë në çfarëdo lloj kushtesh, e kupton? Kështu që në këtë aspekt nuk është se e kam këtë frikë. Frika e vetme është në siguria. Pra, ti minimalisht, domethënë dhe ky besoj që ky duhet jetë prioritet. Duhet parë me prioritet nga njerëzit që t'imponojnë, se janë njerëzit që imponojnë qeverisë dhe jo anasjellta. Tani unë dëgjoj probleme pafund, shqetësime pafund për ditë, për gjyqësori. Është sinqerisht jemi në një fazë shumë të vështirë. Ndoshta më e vështira në këto 34 vjet. Njerëz që për të gjetur drejtën e tyre, pensionistë në fundit, dhe unë mendoj, këtë mendoj gjithmonë që po sikur ti je ti dhe unë i kam marrë tmerr ndoshta edhe para gjykim sistemin gjyqësor ose gjyqjet, bësh me instancë gjyqësore. Të merresh pensionist 75 vjeç ose ja 65 vjeç që dalin pension për njëjën e viteve të punës. E të presësh 5 vjetë, 7 vjetë, 8 vjetë, për kur do e gëzosh ti të pensioni, sinqerisht. Ose për punë të tjera, punë prone. Po 5 vjetë, 10 vjetë, po sa doroj njeriu? Do t'i them mamas time, që do të bjerë ndonjëherë në telefon në mëngjes, edhe të flaset ajo për eksperiencën e saj me gjyqin, e punës që është shequr me pa të drejtë, edhe për të kaluar në 3 si thua ato shkallë e parë, fazë ekzekutive, formë ekzekutive me apelin dhe pastaj gjykata e lartë. Mamas time janë bërë 10 vjet, ajo ka dalë në pension, dhe tani askush nuk e kupton se çfarë do, dhe me shumë mundësi shkalla e tretë e kthehen te shkalla e dytë. Më kupton, dhe tani imagjinoni çfarë do jenë 15 vjet. Po ti thuash 15 vjet mbas një pensionisti, ja ke dhënë një përves, ja ke dhënë as fëmijëve. Se janë bërë bura. Shpesh vendimet i ke pa fuqi prapa vepruese, kështu që edhe si merr do të më kurrë. Po, me që më futet e kjo e qytetarëve. Dhe këtu duhet ta zgjas pak. Për sa kohë ti, se ndoshta ne nuk e kuptojmë ose ne i relativizojmë gjërat që ose nuk është tek unë problemi puna madhe, po do përblasesh një ditë, a kupton? Dhe këto janë shqetësimet reale, domthon siguria, pra ti nëse do që të nisësh të kërkosh një të drejtë, pra të kërkosh një drejtë si qytetar, ose ti, domthon këto janë alternativa, ti ose do jesh e nënshtruar, ose për të kërkuar drejtën tënde, do rish 10 vjet për të kërkuar edhe për ta gjetur drejtën, po e gjete, më kupton? Po ka absurditet më të madh se ti për një problem të vogël, për një tutje, për një pronë, për një kështu. Po sa rron njeriu? Sa është? Ne kemi moshën mesatare 77 vjeç si shqiptar. Nëse sot ti je 30 vjeç, 40 vjeç. Po 20 vjeç ke fëmijë rile, themi ose. Kështu që 50 ngelen. Po more ti me një proces gjyqësor ose nëse merresh 10 vjet, 15 vjet që merr. Iku një pesta e jetës. Me pronën, merru me pronën tash, jo ma mori, jo e mora, jo e ka ndërtuar. Ai e bëri pallat aty, ti hajt kërko drejtën, më kupton? Dhe ka njerëz që investojnë se kjo është energji e harxuar, pastaj se ti po u futen atë vorbull, nuk del dot më. E ti futu e investo me vite të tëra investojnë për pronën, për marrë shtëpinë që kanë pasur, për të gjetur drejtën. Po aq ishte jeta, ti ishe 40 vjeç kur u futën në gjyq. Tash ti 10 vjet të jetës ose ishe 30 vjet, 10 vjet, 15 vjet të jetës tënde i harxhon, domthonjë gjithë energjinë tënde e investon në diçka që edhe mund të mos e fitosh. Drejtën tënde, imagjino. Po absolutisht, po them që të zgjidh punën edhe kur thotë jo. Absolutisht. Po ndërkohë ti nuk investohesh dot në një gjë tjetër, se ti po harxhon energjinë këtu. Kështu që ky është absurdi më i madh dhe kjo është sinqerisht kjo është emergjencë. Është patjetër emergjencë kombëtare. Pra, në kushtet që ti vitet më të mira, sa ron njeriu më, sa ke jetë ti. Po ne sigurisht reformuam drejtësinë më. Po tani reformimi i drejtësisë, pra po se nuk duhet të futem në gjëra që as më përkasin as si kam fush ekspertizë. Unë them çfarë, unë shoh faktet edhe analizoj faktet. Po. Pastaj pjesa tjetër nuk duhet merrem sepse unë jam as ekspert juridik, pavarësisht se ne jemi mjaftueshëm intelektual për të dhënë një opinion tënd. Për të folur për çdo gjë. Po unë shoh faktet. Dhe në kushtet që jemi aktualisht, po sinqerisht kjo është një
dramë jashtëzakonshëm. Kjo është një traumë shoqërore. Domethënë ti mos të kesh mundësi që të gjesh të drejtën. E sërëllatesh ti 5 vjet. Kur thon ma shtyu me 6 muaj. Ma shtyu seancën pas 3 muajsh, ma shtyu pas 10 muajsh. Por çfarë thua, 10 muaj tani ti duhet të presësh prap atë merr atë energjinë që e ruajt, erdhi pika shpërtimit që këtë ditë që riciklohe prap, merre pastaj prit. E kupton ti që i mban njerëzit varur, po derisa i erdhi fundi, edhe me këtë u shkurton jetën, se kjo është stres i përhershëm, i vazhdueshëm. 15 vjet ti, po ty të shkurtua ti mbaroj jeta, ti 15 vjet je marr me gjyqje me tu. Domthon kjo është absurditeti më i madh, sinqerisht. Tani që po ma thua ti këtë, po më vjen në mend një detaj që edhe kisha haruar, ishte kështu. Kur bënim protestat e çmimeve. Edhe dolëm bashkë me kolegë të shoqërisë civile, shkuam në shesh edhe aty për më shumë se 9 ditë ne protestuam. Dëshon në kamerën, jam mirë këtu. Mirë, vetëm kam mos ma lëvizësh të. Ja. Dhe ne artikulonim çështjen e çmimeve. Pa ishte e qartë se që ishte objektivi, po ishte rritur veza, ishte rritur kjo, ishte rrituar. Dhe qytetarët i ftuam në shesh një erdhën, mund të jetë nga protestat më të mëdha pas atyre të mbetjeve kimike. Dhe kush ishte interesante? Grupi më kishte lënë mua që të mbaja listën e forsave. Edhe disa që ishin pensionistë ose që ishin le të themi të thyer në moshë, për shkak se të identifikonin si një nga organizatorët, mua më duhej që gjysmore para se të fillonte aktivitet ose ajo forci ose të mesha me moderimin, më duhet të menaxhoja pensionistë që më vinin me harta kadastrale në shesh. Më duhet të dalë këtu, thonte të flas që kjo harta këtu, këtë vjen këtu, ma ka marrë filani. Dhe thoja, ore, si ka mundësi më pikaj. Dhe kam që në 2000 që e ndjej këtë, ai ishte plakur. Ore, këtu të kuptoj, po këtu me ato letra, ai jetonte me ato letra, domethënë ai mbante gjithkohë këtu me xhep. Motivi edhe e mban në fund në çark aty edhe rrotullo sa të vi fundi jetës. Edhe themi që mos na rënd, domethënë. Pa u angazhuar që ta ndryshojmë gjën. Kështu që kjo është primare. Dhe njerëzit me mbylljen e këtyre sporteleve fizike, pavarësisht se në numrin e administratës e kemi të shtuar krahasim me para i Albanias, njerëzit s'kan më askujt me këtë çajin hallën. Nuk kanë. Po hipotekën se takon dot më. Po s'takon, po çaj hipoteke po për pensionet. Ore nuk kanë me këtë flasin se ata duan edhe janë më të qetë si vetëm do e marrësh pak mikrofonin po. Si njerëz kanë edhe më shumë kohë, kupton, duan që të flasin me njerëz social, mesatar, kupton. Po këtu s'ke as nuk u qan njëri halli, nuk u flet me njëri. E vërtetë. Kështu që s'kan ku të përplasen, kjo është, domthon, dhe besoj që pensionistët mosha e tretë është mosha më e diskriminuar, s'kan as ku të përplasen, zërin se ngren, marrin pensionin 900 euro, minimali që është 97.100 lekë edhe 521.000 pensionistë marrin nën 200.000 lekë. Pra çfarë do bëjmë me 200.000 lekë? Me ilaçe që shpesh herë japin efekt, herë s'japin, nga skema e rimbursimit i kanë nxjerrë një pjesë që ishin më efektive për shkak të inflacionit, rritjes çmimit, kanë futur ca të tjera që nuk janë më aq efektive. Po ka një politikë të re, kjo është kjo imagjino domos sa ti diskriminuar janë, edhe pastaj më vjen keq që janë aq konformist me qeveritë. Po pavarësisht se ti renditë problemet, ka një lajm të mirë, do hapet një universitet për pensionistët. Që qeveria është duke menduar. Por e di çfarë halli ka mund. Pensionistët janë kualifikuar sinqerisht. Dhe besoj që po absolutisht që po të futeshin në universitet pensionistët dhe ti krahasosh me këtë brezin që janë arsimuar së fundmi apo edhe brezin ton, e kupton? Gjë më kualitativ. Janë të jashtëzakonshëm. Sinqerisht din të bëjnë punë seriozisht, din të bëjnë punë. Pastaj kjo nxjerrja e këtyre shashkave, ne hedhim, shiko, ne si shqiptar më duket sikur kemi qef të ushqemi me luk bosh. Pra me shashka, kot më kot. Pa pasur, pa përfunduar, pa kryer punë, më kupton? Thjesht do të flasi që të ushqehet, më kupton, që të thot diçka ose të ndihet, po, të ndihet i vlerësuar e i dëgjuar, kaq, nuk duan t'ia dinë fare që bën punë as bën punë. Këtë rastis shpeshherë, sinqerisht, që ka qef të flas, të thot, e kur i thua po mirë, tani faza tjetër, do bëjmë këtë. E o lëre s'ka gjë. Po si lëre s'ka gjë, ai nisë edhe.
Ne duam edhe në këto shashka, duam merru me gjëra kot, bëj vrim në ujë. E kupton kot që këto nuk prodhojnë asgjë, në fundit, domethënë ne nuk jemi përmbajtësor, edhe thelbësor si njerëz, si popull. Jemi, domethënë, fasad. Dhe pikërisht kjo është mënyra se si është përshtatur dhe qeveria njerëzve. Pra, një popull që do fasadën, të dukurin, dhe jo thelbin, jo përmbajtjen, jo punën reale që të bësh një gjë, të marrësh një gjë përsipër ta çosh deri në fund dhe ke këto objektive ta kryesh. Jo shiko si e bëra këtë, shiko si e bëra. Po pritë, është rezultati në fund, s'është që e leva unë këtë tani edhe sa bukur e paske. Po, kështu që në këtë aspekt besoj që qeveria i përshtatet popullit. Mos e ke përbrendsuar problemet e halleve të mëngjesit. Se kur më thua kur më flet kaq shumë për pensionistët, a mos është ky target grupi që më së shumë ti telefonon tek përgjithsisht po. Në mëngjes. Përgjithsisht po. Pensionist, ata që kanë probleme me pronat. Kush është këtë doja të dija, kush është kategoria me e madhe që merr mikrofonin edhe flet me aty në mëngjes? Po pensionistët përgjithsisht kanë qef që të flasin. Siç e thash edhe nuk dëgjohen përgjithsisht. Njerëzit që kanë problemet me pronat, pastaj edhe problemet shëndetësore që patjetër janë një element shumë i rëndësishëm. Problemi pastaj ujë, megjithëse ne s'kemi ujë, bëhet nami, s'kemi ujë këtu, s'kemi ujë aty për ditë. Çfarë ti bësh? Më ata e ngresin shqetësime, normalisht që ne këtë bëjmë megafonin që ta dëgjoj pushteti lokal, pushteti kush merret, kush është përgjegjës për këtë. Dhe unë ndoshta prandaj dhe reflektoj këtë lloj sjellje sepse jam i mbushur për ditë me lloj çfarë nuk dëgjoj sinqerisht dhe ndoshta dikush tjetër që edhe në bisedat përditshme me miqe me tjerë thonë, "Ore sa i mlefosur je sa." Po se kam për qëllim të im mlefosur, po me çfarë dëgjoj për ditë? Sinqerisht lloj gjërash, domethënë mendoj që e njoh realitetin më mirë se disa të tjerë. Ndoshta unë shoh vetëm gjërat negative në kushtet që marrin vetëm për probleme kryesisht. Po prap pensionet që kanë problem, kjo nuk është se e shoh vetëm unë. Kështu që në këtë aspekt mendoj që jam më kritik dhe jam më i vetëdijsuar si kritik se shumë tjerë, kushtet kur i dëgjoj për ditë dhe jam në kontakt. Pra, e di realitetin se jam në kontakt me njerëzit për ditë, më kupton? Kështu mendoj që jam në realitet në atë që them. Pastaj si perceptohet në kushtet kur tjetër nuk i ka rënë halli, është në rregull merr 400.000 lekë pensione, i ka gjitha gjëra në Terezi, thotë ky që nga Terezi, e kupton. Po pjesa tjetër, pra se ne shohim vetëm veten, nuk kemi këtë solidaritetin, e kemi në mos 0, 1, 2, jo më shumë se kaq. Po si duket janë velur nga 45 vite komunizëm e solidaritetit. Ndoshta edhe ky tranzicioni i egër kështu që secili duhet shohë punën e tij, thënë prapë në mënyrë të moderuar. Që ti po more me punën tjetrit, po nuk zgjidhe hallin tënd, ikë mbarove, iku tjetri. Lash nden. Kështu që duhet të bërë se pra ne na mungon kjo jetesa komunitare ose këndvështrimi komunitar. Domthonë ne jemi olele olele familja, domthonë shtëpia kaq nuk shkon më tutje. Po demokracitë europiane perëndimore janë krijuar me solidaritet, nuk janë krijuar që u shikoj veten time se nuk zgjidh do ti si individ, janë 2.300.000, po ti marrësh 2.300.000 banor tek për tek, i thon 2.300.000 probleme. Ndërsa nëse ti jeton si komunitet, jeton si grup interesi, jeton i organizuar, si qytet, si grup social etj. Pritova se janë 23 probleme nëse marrin nga 100.000 për subjekt, më kupton? Kështu që kjo është e pamundur që të zgjidhet edhe po e kemi ndërtuar ne, e kemi konceptuar edhe kemi parë demokracinë gabim besoj. Këtë e shohim që në momentin e parë që ne dalim jashtë shtetit, më kupton? Bën përshtypje gjithë një pavarësisht se mund të rasti si shpesh që dalim tikim për shkak të punës e lloj gjërash tikësh jashtë. Sot është më e lehtë edhe këtë duhet ta shohim si shqiptar domethënë. Sot është shumë më e lehtë për të përballur dy realitete, për të parë si jetohet, se besoj që Dhe kjo është arsyeja që njerëzit edhe kanë nuk kanë durimin që të investojnë për të bërë një gjë këtu kur e shikojnë që është
e lehtë, po dhe një shoqëri tjetër e ka bërë dhe thonë sa e vonë tash me u bë Shqipëria në këtë standard më mirë me ik. S'bajnë gjërat vetëm, angazhimi është gjithnjë personal. S'duhet përsëris të klishen e Kennedy që mos shiko ç'a bëri Amerika për ty, po shiko ç'a bëre ti për Amerikën. Edhe Shikojnë shqiptarët, bëjnë shqiptarët për Shqipërinë në kuptimin e, domethënë përjashto këtë ndeshjet e futbollit. Shiko, kemi një nivel të madh hipokrizie, besoj, në këtë adet dashurinë, ose nuk dim, ndoshta e mund ta shohim ne kështu që nuk dim si ta kanalizojmë në një punë konkrete dhe thelbësore, siç e thash që ne jemi njerëz që fokusohemi shumë te fasada edhe pak tek thelbi i gjës, të jemi përmbajtësor. Dhe ndoshta ne kështu dim ta shprehim. Prit se do dhe një angazhim më të madh, se është aq kollaj. Dhe në këto kushte mendoj që mund të bëjmë diçka më shumë, dhe duhet bëjmë diçka më shumë, se Shqipëria gjithë këto vite është parë si, edhe akoma më keq është bërë, është parë si një lop për tu miel, lop e madhe që nuk i mbaron prodhimi, qumshti, edhe vidh, merr, kafsho këtu, kafsho aty, merr tokë, merr gurore, merr këtë, merr atë, shkatroje, po sa shumë pas ka pasur, sa shumë prodhuese pas ka qenë, sa eficiente pas ka qenë, se po bëhet 35 vjet që vetëm marrin, domethënë individualisht shihet vetëm si të kapër, si të bësh, si ta mjelesh. Të pasur pas kemi qenë sa absolutisht, nuk mbaron, nuk marron, domethënë nuk shteron. Dhe në këtë aspekt domethënë ne kemi shumë për të bërë. Për sa kohë kemi parë vetëm interes personal që të marr këtë unë, të marr atë unë, edhe pastaj bëhet çfarë bëhet me pjesën tjetër. Shumë interesante në Korenë e Veriut, po shkruaj një lajm që një nga grupet më të rëndësishme të muzikës, unë nuk ja them dot as emrin se ishte Dingzang. Nuk ja mbaj mend, po një nga grupet që ka bërë influencën dhe marketingun më të madh të Koresë, pjesës demokratike, po them. Dhe mos ishin ta Psy, këta që bën apo jo, ata kanë në Mstar. Janë një peshë tjetër që kanë pasur aq ndikim të madh në ekonominë e atij vendi sa kanë marrë pjesë dhe në rritjen e GDP-s të ekonomisë së vendit një grup këngëtarësh. Dhe kur ju erdhi mosha për ushtri, thanë do ndalojmë tani, edhe do shkojmë, do bëjmë ushtrinë, sepse kjo është patriotizëm për vendin, dhe pastaj do t'i kthehemi prapë muzikës. Absolutisht. Shiko, unë edhe në këtë aspekt ke të drejtë. Unë njoh një grup patriotësh që kanë sakrifikuar shumë për BTS. Po më shkruajnë. BTS. Okej. Shqiptar. Mirë, në rregull. Tani në këtë aspekt unë kam njohur një grup patriotësh. Po ata vjen, domethënë investojnë gjithë forcat e tyre kundër gjithçkaje. Duke nisur domethënë çdo iniciativë që marrin e kanë aq të vështirë për të bërë diçka, se kanë kundër edhe shtetin, edhe pushtetin, më kupton? Mentalitetin. Çdo lloj gjë, po edhe institucionet funditës, e kupton? Marr për shembull këto iniciative që janë marrë për të ngritur memoriale e tutje që janë bërë këtu, ose Bledi që bën murale, ta kupton? Këtu do hasesh me përveç se po kontribon, po tani do përballesh sigurisht ke për interesin tënd. Këtu është e vështirë edhe të dhurosh. Dëgjova para ca kohësh që dikush që do të ndonte pajisje shëndetësore për Shqipërinë, duhet që nëse do t'i dhuronte të paguante 15% që në dogan, që pastaj t'i dhuronte pajisjet shëndetësore që mund të shpëtonin jetë. Kështu që në këtë aspekt, patriot real që unë njoh që merren me iniciativa dhe fund ditës sinqerisht janë të gatshëm që e japin jetën për Shqipërinë, sinqerisht, jo me fjalë që njoh dhe jam me fat që i njoh. Por janë pak, më kupton? Përballen me lloj-lloj sfidash. Po diaspora. Edhe në fund të ditës ai ja vlen, më kupton? Shiko, është diaspora. Diaspora pastaj ti e humbet, përgjithsisht ata që largohen kanë pasur besoj që së pari janë më patriot, pavarësisht se janë larguar. Besoj që kanë një ndjeshmëri. Mos ma nis nga perspektiva si votuan, ëh? Se jo të gjithë diaspora ka votuar. Pastaj këto më ndryshon edhe mua, më ndryshon edhe mua. Jo, mos e nis, që mos e merr parametër fare. Jo, bëre mirë që më them fakt. Edhe fakti që angazhohesh ti për vendin tënd, edhe me votë në fundit. Kjo është një kontribut dhe tregon lidhjen tënde, po
ata që shikon, ne kemi si shqiptar besoj që kemi njerëz që jepen shumë më shumë se të tjerët jashtë. Dhe këta shërbejnë për të krijuar atë namin e shqiptarëve që shqiptarët bëjnë e këtë janë, sepse janë vetëm mohues në sakrificat që bëjnë, edhe për Shqipërinë. Edhe unë nga këta nisem, po duke patur parasysh shumicën, puna e këtyre zbehen se me të vërtet ti ke njerëz dhe komunitete që takojnë, unë kam parasysh për shembull në Boston, që komunitetin atje që kam takuar që ndajta për një periudhë të shkurtër, ata angazhoheshin seriozisht, edhe duke patur parasysh edhe rolin që kanë pasur në krijimin e ushtrisë parë shqiptare me kontribute personale që kanë pasur ndoshta milionerët e parë që kanë qenë kryesisht nga Korça në Amerikë. Pra unë këta marr parasysh. Dhe sinqerisht kanë sakrifikuar pasuritë e tyre për të ndërtuar ushtrinë shqiptare, për të ndërtuar shtetin, për të strukturuar shtetin e parë shqiptar këtu e 100 vjet më para. Kështu që në këtë aspekt mendoj që ka një dëshirë të madhe të individëve të caktuar që janë vetë mohues në punën që bëjnë. Pastaj po ta marrësh masivisht, nuk janë për të llogaritur. E vërtetë është kjo, edhe kam përshtypjen që është potenciali i humbur, se edhe unë njoh shumë në diasporë që kanë një lloj qasje për të ardhur në ndihmë vendit, po le të themi ata janë dorëzuar janë dorëzuar përballë këtyre mielësve që e mielin Shqipërinë. Ata kuptojnë që energjitë nëse vinë do shkojnë dëm. Edhe në këtë kuptim edhe ti e ndalon gjithë fluksin dhe dëshirën e diasporës për të kontribuar në vend, dhe kjo është një fatkeqësi tjetër. Po dukshëm këtu janë edhe po im në këto pyetjet e fundit. Këtu kemi edhe 2 orë. Shiko, nuk është emisioni mëngjesit, Dhe unë nuk jam profesionist i kalibrit. Ne tani sa u ndezëm, kuptimi që fillon energjitë. Ajo transmetimet. Do duat edhe unë që të kem pak stazhe. Transmetimet maraton janë më të bukura. Se po e themi edhe publikut. Më thënë, ti ka arritur aty sa më ke bërë ftesme në 4 të mëngjesit me ardhur në. Po. Po e di se ato janë më Dhe kjo ka ndodhur për zgjedhjet, ku komentojnë në ditën edhe. Ka lënë mendja domethënë. Po unë edhe unë me shumë dëshirë do vija, po problemi ishte që edhe televizionet tjera ishin maraton dhe unë duhet të isha 2 të natës në koment dhe pastaj këtë pjesë. Po se dola nga tema tërësisht. Po transmetimet maraton janë më të bukura. Domethënë ti pas asaj orës parë, orës së dytë, aty të kap adrenalina. Nuk mbahesh. Jashtëzakonshëm. Jo, domethënë je me ritme të tjera, më kupton? Trupi funksionon me një ritëm tjetër. Ndoshta nga rritja e adrenalinës dhe sidomos kur ke një impakt nga publiku, që e sheh që po të shohin, e sheh që ke interaktivitet. Aty pastaj mund ta mbash 10 orë, 12 orë. Shumë e bukur. Kjo është pjesa më e bukur, domethënë, besoj unë. Këta nuk e kuptoj dhe nuk kam për të. Po ja, prandaj them që do ta provojmë sot. Po, tash po të kthehemi. Po, ndjesë të dola nga tema. Domethënë pavarësisht hyshtjes tënde për të më mbajtur gjatë, unë mbaj maksimum, si theti, me peshën që ka. Tani, kur një individ sillet në një vend, sigurisht që projekton jo vetëm veten e vet, po projekton familjet që mund të jenë prindrit e moshuar, dhe kryesisht kur je një gjenerat e re, fillon edhe përballesh nga e para, nuk është e pamundur të vetëdijsohesh më herët për ca bara që ti sjell mosha, në kuptimin e dhe ti vetëdijsohesh për prindrit që mund të kenë vështirësi sepse po bëhet më fuqishme për shembull tek jeta e re tek fëmijët. Edhe unë për shumë gjëra vetë nuk kam reflektuar ndonjëherë përpara se të isha me kalama. Domethënë unë nuk shikoj as që para se të bëhesha me kalama tek pallati im nuk e kisha vënë re asnjëherë që kisha një bilardo. Kishim bilardo, çfarë problemi ka bilardo? Nuk ka asnjë problem bilardo kur ai ishte Euroloto, se po e bëj bilardo tani sa. Okej. Pa nuk e kisha vënë asnjëherë që ishte një Euroloto. Në momentin që u bëra me fëmijë, se kjo është kompani pastaj. U bëra me fëmijë, thash pas kam një. Edhe fillon i shikon gjërat pak më ndryshe. Mirë po, a ka një ngutje, një nxitim të gjeneratës tonë që po krijon familje, si thua, për ta spostuar vendin në një standard tjetër, sepse fëmijët tonë mund të mos jenë, dëshirë mund të ketë, ti ke bërë një betejë. Dëshirë mund të ketë, por përpjekje unë nuk shoh fare. Domthon
Është një shprehje që mua më ka thënë Dritan Goxhaj, nuk e di, besoj se është origjinë prej filozofëve, domthonë si shprehje do e ka thënë një prej filozofëve të famshëm. Po gjithsesi më ka thënë Dritani, më ka mbetur në mendje. Njeriu është aq i lirë saqë është i gatshëm të sakrifikojë. Pra, qa je i gatshëm të humbasësh, aq i lirë je. Nëse je i gatshëm të humbasësh gjithçka, je njeriu më i lirë. Nëse je i gatshëm të humbasësh pak, je pak i lirë. Në këtë aspektin Ata që s'duan të humbasin vendin e punës, se po çdo gjë, shikoj se ne e kemi bërë, po pra e kemi bërë legjendë kështu tani. Ne nuk jemi popull i lirë, nuk shohim ne. Po liria është diçka që ti po thuaj që liria është diçka që e zgjedh ti. Po. Në çfarë shkallë do ta aplikosh. Po. Pra nëse ti je në një demokraci për shembull, unë kam qenë gjithmonë i lirë të protestoj. Po ke qenë i lirë të protestuar. Kam qenë i lirë edhe me një punë tënde. Kam qenë i lirë edhe kur i ka shkaktuar vendin e punës prindërve të mi aksionim. Po të rranë. në këtë kuptim, këtu gjërat këtu e ke unë do ta kuptoja që do ishte shumë e vështirë nëse ti kishe një diktaturë të stilit stalinist, siç kemi kaluar ne gjatë. Shikoj se ne tani bëm. Po ti thua që ka autocensur tek gazetarët, kurse unë shoh tek qytetarët një nënshtrim para prak, pa ju kërkuar. Pra askush nuk ja cënon. Pra çfarë i mungon sot një socialisti që nuk është dakord me rritjen e çmimeve, që të dalë edhe pa kërkuar le të themi vendin e punës. Pa kërkuar ndrimin e kryeministrit. Ore i kushton vendin e punës. Pse dole? Ore edhe është dhe me vullnet personal të prorëve për treguar gatishmërinë tek ministri, tek kryeministrit e tjetër e pushon. Pavarësisht se kjo mund të mos jetë frym piramidale, po fakti që këta e pranojnë që të funksionohet kështu është në një farë mënyrë edhe frym piramidale. Pra në kuptimin që është vullnet personal i këtyre që janë vendosur në pika strategjike të pushtetit, që unë kryesisht i shoh si marioneta që vetëm. Po nuk e shoh kështu shpesh lëvizën. Është vullnet personal i këtyre për të treguar të tjetrit që shiko çai bëra, domosdoshmë. Më afrosh pak mikrofonin. Unë jam i konfiguruar në punën që bëj. Unë e kam hallin tek ky paralelizmi që ti e bëre pak tek gazetari, që te autocensura është më rëndëse se censura, se për shembull ka pasur një moment tjetër. Po s'ka garanci, Mirgen, nuk ka garanci, shiko se ne krahasohemi tani. Po nëse do t'ja bëjmë ato ta mbajmë kyçin gjithë secili tani se të them një gjë. S'ka garanci. As unë s'kisha garanci, as ti s'kisha garanci kur bëre pyetjen, më kupton? Ne krahasohemi me demokracitë europiane, po të thashë ne kemi krijuar gabim këtë konceptin e demokracisë. Po Klev ti ishe i lirë ta bëje pyetjen më Klev. Ti e bëre. Po. E mora mikrofonin personale. Ma mirë mikrofonin. Tani se tani po ndihemi më mirë edhe më lirshëm. Tani unë e bëra pyetjen duke patur parasysh kostot personale. Shumë mirë. Në rregull, është zgjedhja ime. Tani është një gjë që njerëzit këtu s'kan garanci financiare. S'ke garanci, ne vim në një sistem që në 90-ën ti s'kisha as pronë asgjë. Nëse njëshin fillonin privatizuan, po prit më lër ta bëj një paralelizëm. Tani këtu edhe që themi ne për vendin e punës, po këta kaq është mundësia, domethënë. Se kështu është edukuar, ti s'ke garanci për asgjë më Mirgen. Ti kur s'ke një pronë trashëguar, ti vjen na hiçi, vjen na zeroja. Dhe nga zeroja ti do përpiqesh me mishe me shpirt kacafytesh aty me thonjë që ta mbash atë punë, që të krijosh një standard edhe të krijosh një jetë edhe për pasardhësit e tu. Pastaj kur vemi në nivel babzie, kjo është tjetër gjë që shpesh herë na ka plon babzia. Po në kushtet ku ti nuk ke asnjë gjë trashëguar, se ti merr për shembull Greqinë e marrim si me që e kemi më afër ose Italinë. Po ata kanë pronë të trashëguara. Një familje mesatare greke s'po themi se nuk e kanë popullsinë aq të urbanizuar sa ne, se ne jemi mbledhur gjithë Tiranë këtu edhe vrisni veten, hani kokën. Edhe ka një pronë të trashëguar më zotëri. Ka një garanci financiare, ka një shtëpi në funditës ku të fusi kokën. Më kupton? E ka një trashëgimi, ka 5 toka atje, ka 5 gjëra italiani e greku e tjetri. Ndërsa ne vim nga një amnisti totale, prap mikrofoni. Jo. Ne vim në një amnisti totale dhe njerëzit do përpiqen me thonjë unë mendoj, dhe unë jam shumë dakord me këtë që fukarallok maskarallok, Po mi mo tani
Fugaralloku është mama e Shiko, ti e paka shumë e cetje se te si jemi e komunitet. kuptoj, po si e komunitet, po të them pra që gjithçka fillon. Si do heqësh, më çfarë do heqësh? Do heqësh 10.000 po gjithçka fillon në garancia financiare. Po janë mësuesët të trembur, nuk kanë jetë sigur. Nuk kanë ngroje në sigur. shkollë. Tani kryeministri dhe qeveria nuk bie po kërkove ngrojen. Po të thash pra që nuk janë. Më thënë të mblidhesh 2.000 mësues dhe të kërkosh që në shkollë të vijen në ngroje dhe nxënësit mos rinë si astronaut me xhupa. Nuk besoj se kryeministri po i cënohet pushteti, më kupton? Problemi është që këta nështrojnë paraprakisht, këta nuk e guxojnë, nuk e mendojnë fare. Po nuk e guxojnë se s'kan, po nuk kanë asgjë të sigurt më zotëri. Edhe këtu nuk mendohet më tej se imagjino. Shiko, ti nuk mund të pretendosh. Po sigurt, po çfarë duhet të kesh të sigurt më? Shiko. Okej, po çfarë kishe ti të sigurt më Klev? Ndoshta ti e di më mirë se unë. Çfarë kishe ti të sigurt? Nuk mund të pretendosh. Kur bëre pyetje të rrezikshme. Shëndosh e mirë, ja kemi punë prapë. Nuk mund të pretendosh. Po mirë, nuk duan fare të marrin si kosto. Nuk duan të marrin kosto. Shiko, kur nuk ma lart ta mbaroj. Kur se kur bëni pyetje jo të grini Po koha televizive, unë nuk sinqerisht jo. Nëse kur njeriu është i përqendruar te gjërat jetësore, siç është ushqimi, pra që ti përpiqesh të mbijetosh, nuk mund të pretendosh për liri, pra. Tani themi kotne, jo po demokracia, po këtu janë për buk goje më çka kanë mbetur. Edhe një shumicë e madhe. Kështu që nuk mund t'i paragjykojmë kaq shumë. Dhe roli i shoqërive, domethënë modelet që promovojnë janë intelektuale, dhe ne çalojmë edhe këtu. Që nga kjo, domethënë intelektual kot konformist me çdo gjë, aty futu po, jo, po këtë drejto, prisi do bëhet drejtor, tjetri do bëhet. Domethënë në momentin që ti ke intelektual konformist, nuk mund të presësh që të dali nga individ më, domethënë tani revolucioni individual i njerëzve nga fshati e tjerë. Po jam dakord. Kjo është absurde, edhe në kushtet që ti, besoj që kjo është themel që në kushtet kur ti nuk ke asnjë lloj garancie, edhe njerëzit këtu bëjnë një shkollë për të patur një punë. Këtu jetohet për Hezbolova që qenë ke djathtë. Se pret ndryshimin nga elitat. Besoj se përgjithsisht kush ka më shumë në dorë, domethënë. Po, vërtet është. Dhe nëse s'reagon pedagogu. Po absolutisht. Nëse s'reagon doktori. Edhe ne nëse s'reagon. Se ne tash dalim bëjmë këtu idealizma, domethënë që po që nga ne, sa i lirë ti sakrifikosh. Jo, edhe unë kam probleme me po dalim dot në rrugë se i kemi bërë gjithë armiqët. Po pra, po, sa i, domethënë çfarë marrëdhënie shjeti i gatshëm sakrifikosh për të thënë ato të drejtën tënde. Edhe njerëzit prandaj janë skeptik me çdo. Se ti duke qenë gjysmë i vërtet ose gjysmë sakrifikues, pra ti bën një gjë, po prit se kam një gjë këtu që pengon. S'mund të marrësh ti përbaz fare mua. Domethënë jo ty, mua, tjetrin. Mos më jeni përbaz fare mua. Më kupton, do një lider shumë më të fortë ose do një frym shumë më të madhe, shumë më të fortë, shumë më idealiste, një shembull tjetër pra. Jam dakord me këtë. Edhe në këtë aspekt unë nuk i vë faj njerëzve tash që këta njerëz ke më zotëri, ty të mbajnë 45 vjet në pushtet komunizmin. Tani çfarë pretendon ti që do dali kjo janë elitat kompromentuar apo këta lloj njerëzish do dalin sot edhe të bëjnë të kundërtën dhe diçka tjetër që dua ta them. Revolucioni francez, pas revolucionit francez pati një problem shumë të madh që ishte që pushtetin e morën sërish ata që kishin qenë në pushtet para revolucionit, sepse ishin po ata që ishin shkolluar, ishin po ata që kishin pasur mundësi, e kishin parë botë me sy, e dinin çfarë bëj, njinin dy ligjet ekonomisë e tjera të shtetit e pra u rikthyen revolucionin ata që bën revolucion. U rikthyen sërish pra në vendin ku ishin, edhe ne këtu. Ne vim në një komunizëm 45 vjeçar, që këtu të shkolluar po ata njerëz që ishin pushtet, kush kanë ardhur, po në çdo lloj gjë më vital, më tutje, dinin, or edhe për bizneset. Kush kishte një marrëdhënie me jashtë, ishte marrë me tregti, dinte ç'a bëj, fëmijët aty u bën biznesmen apo. Ishkreti që ishte në internim në Lushnjë. E vërtetë. Në tjetër ç'a bëj. Pra, në këtë aspekt ne jemi prap në një trashëgimi të sistemit të kaluar. Dhe
shtresa e cila ka qenë e përsekutuar apo me biografi të keqe etj, ata që dikur guxuan ngrinin zërin, nuk janë përfaqësuar. Kështu që ti je trashëgimi aty pushteti, edhe sot. Më kupton, ndoshta pas sa vitesh mund vi që të ketë një lloj balance që. Po në kushtet kur ti ke po prap që pushtet ekonomik apo pushtet administrativ, pushtet E vërtetë. ti ke trashëgimtar, këtu është zënë kultura dhe aspekte sociale jo më. Po. Edhe në këtë aspekt prandaj është shumë vështirë, pra ti je po në vazhdon e asaj. Domthonë në të gjitha forcat politike, s'po them me një. Psikologu s'po bën dot rotacion. Po. Kupton ti? Kështu që një rast i një kushëri Timati në 91-shin takohet në 92-shin. Edhe ishte ndryshuar, 92-shin i bie. Ishte ndryshuar pushteti. Edhe e fton në zyrë ish presidenti atëherë, mos gaboj. E thotë që ç'a do të bësh? Domethënë ky ishte intelektuali i viteve të fundit, ishte kur u lirua që mund të shkolloheshin edhe këta të përsekutuarit e këta të tjerë. 88, 89. Edhe i thotë, po thotë ky kam qef diplomacinë, me që ja marr, ndoshta në një trup diplomatike, jo ambasador, se ç'a do pretendonte ambasadori shkreti. Edhe i thot, po ma thuaj, thot ky vend, kështu filan vend. I thot, po ti di anglisht? Ku e mësoj anglishtën? Në kamp e mësoj anglishtën? Po di këtë ditë, po si more? Ky ishte i papërfaqësuar, pse bëjmë dot, tha, nuk të çojmë dot në trup diplomatike. Pra, këta mbeten të papërfaqësuar, edhe do të jenë papërfaqësuar dhe ne kemi të njëjtën trashëgimi dhe për sa kohë kemi të njëjtën trashëgimi, tani ne pretendojmë jo, po pjesa tjetër është nuk mund të pretendosh, pra prandaj e them që duket absurde kjo që të pretendosh ti idealizëm në dikush që vjen për bugoje. A kupton, këto janë pastaj besoj që. Po e parë ftohtë kjo duket e drejtë, që do të thotë më të arsimuarit morën prap frena. Po absolutisht, jo është e drejtë, po është kështu është. Se ti ç'a drejtuesi ke sot? Ata që janë shkolluar në atë periudhë. Kush është shkolluar? Ata që kishin mundësi dhe që kishin pushtet. Kishin një njerëz këtu, kishin një njerëz atje, kishin një ose ishin konformist. Pra më duket absurde tash që të mendosh edhe administrata dhe çdo gjë tjetër. Dhe pjesa tjetër pastaj që prandaj thash që nuk mund t'i vë faj njerëzve që këtë popull kemi më zotëri. Ne duhet të ndryshojmë, të krijojmë role të tjera shoqërore, po. Do të punojmë me edukimin dhe me angazhimin, pra gjithkush përpara se të vendosë gishtin te tjetri, unë kam që nga vetja. Duhet ta drejtoj gishtin te vetja. Pra çka ke bërë ti? Mos të merru tani me tjetrin që jo po pse s'fletë. Po është çfarë do presësh në ai? Ai aq mundësi ka, aq kapacitet ka bërë atë shkollë. Po kështu e ke ushqyer pra tani, se më duket absurde kjo që ja vë fajin. Ai ka bërë një shkollë zotri, kush është mësues tani? Ka bërë një shkollë, është futur me lista aty edhe këto listat që kanë këta portalin. Njeriu timi kthej emrin shkonte në fund çdo herë. Po priste 2 vjet e la fare ato. Një miku ikën jetës, e tham atë që sa cikli jetës. Kështu që në këtë aspekt kë preti? Ai është në pushtet, është futur në atë punë, ka bërë një shkollë që të bëhet një mësues, po ti mos prit që të ketë kapacitet, edhe që nga vlerësimi që i bëhet me pagë, se mos pretendojmë tani që, kështu që janë gjëra që janë zinxhir mendoj unë, është shumë e lehtë ta drejtosh gishtin e tjetër që është shikova. Që më lehtë të shtoj një shembull. Revolucionet revolucionar ideal kot pas një bazë. Prit mos zotërisë është e para një herë në kapitalizëm është interesi material. Kështu që për sa kohë interesi material e ke në këto kushte, mos pretendo kot tash i kërkon ti aty në Pogrades pse në Ike në Goro Park, ku dëgjon, ku ose teatrit në. Po çfarë ti pretendosh edhe është nuk ka asnjë vlerë më. Është e bukur kjo që se drejtojnë gishtin dhe tjetri, më kujton një miku im avokat, në kontakt me familjen e një fëmije që kishte rënë në burg për arsye të vetat. Dhe familja, për të nxjerrë djalin nga qelia, bën të gjitha përpjekjet për të korruptuar përgjegjësin që mund ta nxirrte. Pra nuk po them as zyrtarin as si. Dhe haste një rezistencë të jashtëzakonshme që të mos korruptoheshin. Dhe kanë bërë përpjekje disa mujore, derisa më në fund vajtën ja lënë atë shumën e paras 20.000 euro
filani, po me shkelma, do me thënë me të futur me këtej me ande më dhe pasi e çan sistemin edhe arritën ta korruptonin. Me shkelma, ndoshta më shumë lek se me shkelma, Gjersa ka marrë 20.000 biç. Domethënë Gjersa ka pranuar të korruptohet, se u korruptua me paga më shumë, domethënë pastaj është çështje shifre dhe çështje ideale. E kanë fjalën që domethënë këta individ ushtruan një presion aq të madh sa si thua sistemin e korruptuan, se dikush i korruptohet nuk ka vetëm atë që merr, pra unë që pres apo ti që jep. Në këtë kuptim këta ushtruan një presion të njëanshëm. Pa tjetër të jepnin lek dikujt që të dilë. Dhe të nesërmen e aktit të korrupsionit, thanë, ky është shteti i qelbur, ka marrë 20.000 euro për këtë çështje. Shiko, fakti që i ka marrë, pra këtë themi, pastaj që fakti që ai është bler, se u ble me 5, se u ble me 10, pastaj është çështja shifër, pra jo ideali. Dhe ata drejt kanë pasur që shteti, po sinqerisht shteti i qelbur, ai mori lekët. Po i mori. Po jo po si tani, jo po ti bëre çdo përpjekje për të korruptuar. Po e bëre përpjekjen pra se pas ka qenë te shifra problemi. Jo, nuk ishte atë. Po si ai mori lekët o zotri. Absolutisht po. Po ai mori lekët është problemi te shifra më. Ktu penalisht janë të dy palët. Po është kjo pastaj pra që themi që ne zgjidhim marrin ton tani s'do zgjidhim shtetin. Por gjithsesi doja ta paralelizoja pak me këtë që përgjithsisht ne me njëherë mas gabimit që bëjmë dhe vet, mundohemi ta vëmë gishtin te Po. Po jemi pal pra, jemi, kështu që në këtë aspekt, domethënë është e gjitha te përpjekja personale. Pra ne bëjmë çdo gjë që t'ja dalim vet, pra të bëjmë punën, të rregullojmë gjërat tona, shtëpinë tonë, murin e gardin ton, po pastaj se erdhi në fshat nuk bëjmë përgjegjësi. Kjo është pra që janë hallkat, prandaj demokracitë funksionojnë në mënyrë të tillë se janë në mënyrë organike, janë të lidhur njerëzit me njëri tjetrin dhe çdo hallk funksionon. Mua redaksia më ka lënë 1 orë kohë. Ne jemi 1 orë 10 minuta, 1 orë 15 minuta. Paguan ti për këtë minutë? Që do kërkoj ju pagesë dorë shtesë. Jo, po për të thënë që biseda le të themi shkoi në fund, edhe unë e vlerësoj shumë, po kam përshtypjen edhe publiku e vlerëson shumë atë pjesë të kontributit që pavarësisht modestisë tënde apo pavarësisht organikës që ti thua duhet bërë, absolutisht që është për tu vlerësuar edhe gjitha ato momentet që prekëm që faji të mos mbetet jetim për një seri problematikash të cilat ne i kemi në vendin tonë dhe përgjegjësitë që duhet të dalin, sigurisht është një mesazh i cili do duhet që të artikulohet më mirë, edhe kryesisht nga edhe unë e besoj këtë që realitetin e një vendi e ndryshon pakica intelektuale e tij që në shumë raste i bide të sakrifikoj. Por pa e pasur këtë pakicë intelektuale që mund ta marr kombin dhe ta tresh në kuptimin e modelit, e luftës, e betejës, e betejave të voglave që fiton, kur këto mungojnë pastaj bëhet e pamundur ndryshimi i situatës. Megjithatë mos të fshihemi pas gishtit, kjo është, domethënë mos të presim nga tjerët, angazhohu, domethënë çdo kush duhet të angazhohet personalisht. Patjetër që ndoshta mund të kemi kufizime, probleme, 100 gjëra, po mos të fshihemi pas gishtit të jemi hipokrit që shiko se unë jam në rregull me veten time, ku unë sinqerisht ta them që nga vetja, edhe duke nisur nga vetja për të shkuar te tjerët pastaj, me ato që shoh në realitet të gjithë janë me probleme. Kështu që të gjithë duhet të rregullojmë veten. Duhet të mbajmë kryqin që na takon. Të gjithë duhet të përballemi me problemet tona, me gjërat tona fillimisht, të rregullojmë gjërat tona, mos jemi hipokritë të fshihemi pas gishtit dhe pastaj ta drejtojmë gishtin te të tjerët, kur nuk je fshehur pas. Kështu që në këtë aspekt gjithë sakrifica altruiste që quajnë budistët, që të gjithë duhet të sakrifikojnë vetë pa pritur gjën këmbim, kjo është sakrifica altruiste. Sepse nesër pas nesër ti do ndërtosh një shoqëri më të mirë, që do ta gëzojnë fëmijët, niprit, tjetri. Edhe në fundit nëse ke një identitet që ke lindur si shqiptar, po jeton në sakrificën e disa të tjerëve në shekujt e kaluar, bëj diçka për ta merituar. Sinqerisht. Klev, unë të falenderoj që u gjende në këtë komunikim me ne sa unë zëm tani filluam.
Po mbase do ta vazhdojmë tek emisioni mëngjesit. E ke parasysh do më japësh mua rastin që të përgjigjem ndonjë pyetje të qytetarëve, megjithëse unë nuk jam profili i përgjigjeve që mund të jap një pensionisti apo shëndetësor. Profil juridik. Pafund kemi në probleme juridike. Jo, po problemi është që unë nuk e kam as ngarkesën juridike, pavarësisht se në qendresë jemi të specializuar për juridike. Unë le të them studimet i kam për arkitektur, po nga që rrethohem me jurist, të gjithë më drejtojnë për jurist, edhe për shkak se përplasjet ligjore kanë qenë të tilla kur ne kemi artikuluar, pothuajse 99% ndonjëherë dhe babai më ngatron, jam një jurist dhe nuk jam arkitekt. Po gjithsesi po patet ndonjë rubrik se si ta bëjnë shtëpinë me çati, ata që se kanë mbyllur çatin. Këtë e shumë bukur. Ti e marr me pak a shumë. Pak apo shumë? Shumë. Po shumë. Domthon punën tënde e bën ke, domthon në profesion se për te punës tënde të angazhimi që e bën mirë, po. E bën ke bukur. Edhe me këtë komplimente. Faleminderit. Shumë faleminderit Klef që ishe në këtë komunikim. Kënaqësi. Miq, ky ishte komunikimi me Klevin. Unë shpresoj shumë që nga biseda jo vetëm të ketë kaluar këndshëm për ju, po edhe të kenë ngelur disa momente që ne menduam që mundet të jenë të vlefshme, kështu që në komunikimin e radhës mbetemi në kontakt me kanalet e rrjeteve sociale të qendresës qytetare.